Depozitat e naftës në një impiant në qytetin Klintsi në rajonin e Brianskut në Rusi morën flak pasi ushtria rrëzoi një dron ukrainas, tha Aleksandr Bogomas, guvernatori lokal. Sipas informacioneve paraprake, askush nuk u lëndua në incident, ndërkohë që zjarri u shua shpejt nga skuadrat e zjarfiksëve. Një dron u rrëzua nga Ministria e Mbrojtjes duke përdorur mjete radioelektronike, kur shënjestra u shkatrua municionet që mbante ranë mbi territorin e depozitës së naftës në Klintski, tha guvernatori. Imazhet të pa-identifikuara të postuara në mediat sociale tregonin një zjarr që digjej në errësirën e natës mbi depot e naftës përgjatë asaj që dukej si një cistern. Agjencia Shtetërore e Lajmeve TASS tha se zjarri kishte përfshirë një zonë prej rreth 1000 metra shkatror. Një ekip i posaçëm zjarrfiksësh mbërriti menjëherë në vendngjarje, tha Agjencia e Lajmeve RIA. Më herët të premten, Ministria Ruse e Mbrojtjes tha se kishte shkatruar një dron ukrainas në qejt mbi rajonin e Brianskut, që kufizohet me Ukrainën. Autoritetet në rajon raportojnë rregullisht për sulme me dron nga Ukraina. Një zyrtar rus tha një ditë më parë se Ukraina kishte tentuar të merrte në shënjestër një terminal rus nafte në detin Balltik. Një ministër ukrainas i cituar ndërkohë nga Interfax thotë se trupat ukrainase kanë goditur edhe shënjestra në Shën Pjeterburg, duke përdorur dron të prodhuar në vend që mund të fluturojnë për 1250 kilometra.